sociale. I ka shprehur në mbledhjet e grupit parlamentar? Jo, nuk i ka shprehur. Si po shkon organizimi i degëve të Partisë Socialiste, duke qenë se keni nisur një proces rienergjizimi të partisë? Faleminderit. Jam shumë, kjo ka qenë një prej çështjeve që edhe me prezencë të sekretarit përgjithshëm të partisë, zotit Klosi, edhe në mbledhjen e kaluar ditën e njëjtë, edhe sot, siç e dini, jemi në një fazë komunikimi të gjerë me publikun përmes këtij procesi që në njërin krah ka komunikimin me njerëzit, në pjesën tjetër ka procesin e rienergjizimit të Partisë Socialiste. Jam shumë krenar që ky proces po ecën sipas pritshmërive tona, me një numër të konsiderueshëm antarësimesh të reja deri në këtë fazë të këtij procesi. Dhe thirrja ime është për gjithë ata të rinjët të reja që duan të japin një kontribut në këtë fazë historike të përmbylljes së aspiratës tonë për ta parë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian, që t'i bashkohen Partisë Socialiste si vetmi instrument në duart të tyre për t'i dhënë fuqi këtij procesi dhe për t'i dhënë fuqi përfaqësimit të tyre. Dhe mund t'ju them, dhe natyrshëm në një fazë tjetër, sekretari i përgjithshëm do të ketë një komunikim me ju për ta njoftuar, le të themi, këtë fazë të parë. Ju e dini që i gjithë ky proces shkon deri në 12 qershor, kur ne familja jonë politike feston 35 vjetorin, por nuk do të ndërpritet. Do të jetë një proces që do të vazhdojë edhe për te i qershorit dhe korrikut dhe pastaj për të rifilluar në shtator me përgatitjet për zgjedhjet vendore të vitit 2. Ky tur dhe gjithë këto punë që po bëni janë dhe një farë mënyrë për të evidentuar kandidatët e mundshëm potencial për kryetarbashkia? Po natyrisht, ky proces rienergjizimi i partisë ndërlidhet me fazën tjetër. Faza tjetër janë zgjedhjet vendore. Partia Socialiste e Shqipërisë konkuron për të fituar në të 61 bashkitë e vendit. Pra do kemi 61 bashki? Nëse unë i referohem asaj që është sot, ndërkohë që nga bashkëkryetari ynë i reformës administrative territoriale, jemi njoftuar sot dhe për kalendarin e town hall-eve, pra dëgjesave, për pjesën që lidhet me reformën administrative territoriale. Do jenë dëgjesa në të gjithë territorin, në të 12 qarqet e vendit, ku i kam kërkuar edhe kolegëve deputet që të jenë pjesë e këtyre dëgjesave për të marrë shënim çdo lloj rekomandimi që vjen nga qytetarët. Thelbi i reformës administrative territoriale është një qeverisje më efektive vendore dhe e vërteta është që sot pas 12 viteve nga 2014 jemi në kushtet e një reforme administrative territoriale e cila ka prodhuar disa suksese, duhet konsoliduar në pjesën e mirë administrimit dhe në pjesën e përmirësimit të shërbimeve publike në dobi të qytetarëve, dhe unë nuk hesht të parashikoj se sa do të jetë numri i bashkisë, se nuk është çështje numri, është çështje përmirësimi shërbimesh për njerëzit. Zoti Balla, ndërkohë janë disa nisma që pritet të miratohen gjatë këtij sesioni politik. Një ndër tyre është edhe amnistia penale. Kur pritet të nisin diskutimet në parlament? Tani ju e dini që ne kemi një proces dhe padyshim që edhe reforma, edhe kjo amnistia kërkon pak kohë dhe me kolegët e Komisionit të Çështjeve Ligjore kemi rënë dakord që të marrim pak më shumë kohë, sepse ju e dini që amnistit janë procese të rëndësishme, të cilat duan një hulumtim më të mirë të propozimit që ka ardhur. Zoti Balla, një nismë e juaja, e kryeministrit dhe kolegu tuaj Ulsimaja është në sirtarët e kuvendit prej javësh. E kam fjalën për kodin e procedurës penale, të lutem përfundoj. Ka një tërheqje nga ana e mazhorancës socialiste apo do të diskutohet dhe miratohet brenda këtij sesioni, pra deri në fund të korrikut? Mendoj që edhe kjo do të shurtohet në momentin e duhur. Zoti Balla, një pyetje. Javën e kaluar ju keni kryer një takime Xhaxhajna Alex Nikës, Mark Nika. Mësohet ju ketë kërkuar ndihmë për zvarritjen e procesit nga SPAG, madje edhe një rezolut. Është e gatshme Partia Socialiste të hartojë një rezolut për të miratuar? Do ta shohim në procesin e analizave të institucionit. Faleminderit.
Ishte kjo deklarata për media e kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland